Viti 2026 filloi me 2 rrahje zemrash më shumë. Në Çajër, në Spitalin Special për Ginekologji dhe Obstetrik Nëna Tereza, në mesnatën e ndërimit të moteve, në minutat e para të vitit të ri, erdhën në jetë 2 binjake vajza. Një lindje e veçantë që hapi vitin me jetë të re, buzëqeshje dhe emocione të forta, jo vetëm për familjen, por për të gjithë komunitetin. Drejtoresha e spitalit, Afërdita Ismaili, njofton se foshnjat dhe nëna janë në gjendje të mirë shëndetësore, nga ku bëri të ditur se vajza e parë është me peshë trupore 2 kg e 570 gram dhe 47 cm gjatësi, ndërsa foshnja e dytë është me peshë trupore 2 kg e 10 gram me gjatësi prej 43 cm. Shfrytëzoj rastin të faleminderoj të pranishmit bashkëshorten e kryetarit të qeverisë, Ministrin e Shëndetësisë, Ministrin për Politikë Sociale, kryetarin e qytetit të Shkupit, kryetarin e komunës së Çajërit, zëvendës Ministrin e Shëndetësisë, drejtorin e fondit shëndetësor dhe të gjithë të pranishmit për vizitën e bërë dhe respektin e tyre në këtë ditë të vitit të ri me rastin e lindjes së foshnjeve të para. Në spitalin ton, patëm fatin që foshnjet e para të jenë binjake, kemi 2 vajza, 2 foshnja binjake, vajza e parë është me peshë trupore, 2 kg e 570 gram, 47 cm gjatësi, foshnja e dytë është me peshë trupore, 2 kg e 10 gram, me gjatësi prej 43 cm. Edhe foshnjat edhe nëna gëzojnë një shëndet shumë të bukur. Ndërkaq, ardhja e tyre u shënua me shumë urime dhe dhurata simbolike si ari dhe lule dhe vaucher në vlerë prej 30.000 denar, ku kryetari i komunës së Çajërit, Izet Mexhiti, thot se ari si urim për vlerë dhe fat të mirë në çdo hap të jetës, ndërsa lule si dëshirë për një rrugë të mbushur me butësi, ngjyra dhe dashuri. Ai tha se këto dhurata janë një përshëndetje e vogël, por me kuptim të madh, për 2 jetë që e hapën vitin e ri me buzëqeshje dhe shpresë për shtëpinë dhe komunën tonë. Ai falenderon drejtoreshën për punën e bërë dhe thot se ky vit është një vit i begatshëm, meqense edhe gjatë gjithë ditës ka pasur 7 lindje. Nuk du ma tepër të shtoj, du ta falenderoj drejtoreshën për punën që bën, nga vetë fakti që vijnë nga gjitha qytetet pra në ginekologjinë e Çajërit, tregon për seriozitetin e punës dhe suksesin që e kanë. Ne jemi këtu për mbështetje të spitalit, ndërsa sot jemi këtu për bebet e lindura, pra që janë vajza, mirë po edhe deri më tash ka 7 lindje që tregon që është vit i begatshëm, vit i suksesshëm. Shfrytëzoj rastin pra nëpërmjet juve, fillimisht juve t'ja uroj vitin e ri, shëndet, suksese dhe nëpërmjet juve gjithë qytetarëve. Lindja e binjakeve vajza në Spitalin Ginekologjik Nëna Tereza u kthye në simbol të një fillimi të mbar, duke sjellë gëzim për familjen, stafin mjekësor dhe gjithë komunitetin. Një dëshmi se jeta gjithmonë gjen mënyrën më të bukur për të hapur një vit të ri, me shpresë, dashuri dhe besim për ditë më të mira.